إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala fuqiplot. Prej Tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej Atij falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim, askush nuk ka mundësi të udhëzojë pas Tij. Salatet, selamet, përshëndetet tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik, dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë në rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, prej parimeve më madhështore profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është se qëllimi kryesor I zbritjes së Kur'anit nuk ishte vetëm memorizimi, mësimi përmendësh I Kur'anit, por qëllimi kryesor ishte dhe duhet të jetë meditimi dhe studimi dhe nxjerrja e mësimeve nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Qëllimi kryesor I zbritjes së Kur'anit këtu ishte. Qëllimi ishte përmirësimi I njeriut dhe ngritja e vetdijes njerëzore që të gjithë të përmirësohen duke nisur mas pari me përmirësu raportet drejt me Allahun subhanahu wa taala e më pas me I përmirësu raportet me vetveten edhe me të tjerët. Pra këtu ishte qëllimi I dërgimit të pejgamberve dhe zbritja e librave të Allahut azza wa jall në krye pra në fund që ka zbritur pra Kur'ani. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ky është libër pra Kur'ani I bekuar të kemi zbritur që ata të meditojnë, pra njerëzit, besimtarët, të meditojnë mbi ajetet dhe të marrin mësim njerëzit me mendje. Pra, meditimi dhe nxjerrja e mësimeve që të kuptojmë dhe të punojmë me Kur'an, këtu është qëllimi I librit të Allahut azza wa jall, dhe Allahu azza wa jall thot në një ajet tjetër: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" A nuk meditojnë ata mbi Kur'anin? Për kë flet Allahu? Flet për besimtarët. A nuk po meditojmë Kur'anin? Për fat të keq, çdo dështim I ynë në jetë, çdo veprim I keq, çdo gabim dhe çdo mëkat që vepron njeriu është shkak mungesës së meditimit mbi fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe se ndoshta kemi lexuar, por nuk kemi nxjerrur mësime nga libri Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu azza wa jall kërkon prej besimtarëve këtë lloj të adhurimit. Ai adhurim është meditimi I fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Adhurim në vete është ti me lexu elhamin dhe me meditu elhamdulillahi rabbil alamin. Çka të thotë? Falenderimi I takon vetëm Allahut Zotit të botëve. Çfarë falenderimi I takon Allahut? Allahu është krijuesi ynë, Zoti I botëve. Çka të thotë? Pra me I meditu këto kërkohet prej besimtarëve, sepse është adhurim dhe shpërblehet besimtari për këtë lloj adhurimi. Ka ardhur një fjali nga Abdullah ibn Mesudi ku thotë: ne I mësonim 10 ajete dhe nuk kalonim në 10 të tjerat përderisa nuk I mësonim mirë këto dhe nuk I zbatonim një herë në jetën tonë, e përderisa I kuptonim, I zbatonim, më pas kalonim të 10 të tjerat. E shifni se
ku është dallimi i gjeneratës tonë, edhe ne kemi Kur'an sikur se ata që kanë pas. Dhe ne kemi më shumë qasje në Kur'an se sa ata që kanë pas. A dini pse? Sepse ata nuk kanë pasur kopje të shumta të Kur'anit, por kanë pasur të shkruara në dërrasa, në lëkura të ndryshme, edhe nuk kanë qenë të tubuara me një vend. Dhe ato pra fletushka janë sjell dorë më dorë që i kanë mësuar sahabët për njëri tjetrit. Kurse sot i kemi që të gjithë Kur'anin e kemi në për telefonat tona. Qasje kemi vazhdimisht, por ku është problemi? Problemi është se tek meditimi. Ata kanë meditu, ata kanë zbatu, ata kanë nxjerrur mësime, kurse ne lexojmë, por nuk meditojmë. Andaj vjen edhe dështimi si ummet. Ata kanë qenë me një gjahiliet, me një ignorancë para islamit tepër të madhe. Por arritën që të gjithë të përmirësohen përmes meditimit të fjalës së Allahut Azza wa Jall, dhe si shoqëri u përmirësuan dhe ndikuan më pas u bënën thirrsa për në islam edhe tek shoqëri tjerë. Gjë që ai islam arriti deri sot pra këtu ku është pra dhe me një numër të madh në përbot. Andaj, që kanë thënë dietarët, nuk përmirësohet fundi i këtij ummeti, vetëm se me atë që është përmirësuar fillimi i ummetit. Ajo gjenerata e parë me çka është përmirësuar, duke medituar në fjalën e Allahut dhe duke zbatuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, gabimi i kohës tonë, vëllezër të dashur, ndodh që ne interesohemi ndoshta sa sure kemi mësuar, e që është shumë e rëndësishme, por duke mos haruar meditimin. Nuk është pra qëllimi vetëm memorizimi i sureve sa më shumë, pra apo me lexu sa më bukur e me lexu me zë të bukur, por qëllimi kryesor është se kur ta lexojmë dhe kur të mësohemi, pra gjuhën arabe me lexu rrjedhshëm Kur'anin edhe ai zbatojmë. Pra mbi gjitha është një zbatimi e më pas po ashtu është e rëndësishme edhe bukur leximi. Vëllezër të dashur, pyetje që duhet çdo kush me i parashtru vetes së tij. Pra, sa e njoh unë Allahun? Sa e njoh unë tauhidin, besimin me Allahun Azza wa Jall? A jam duke u larguar prej shirkut me gjitha format që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi i dërguar? A e fali namazin me përkushtim? A e ruaj gjuhën sa duhet dhe veprimet e mia? A e zbatojnë ajetet e Allahut familja ime dhe shoqëria ku jetoj? Pra që to janë ato pyetje që çdo kush duhet ta pyes vetveten e tij, pra në duke zbatuar dhe duke krahasuar veten e tij me fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani gjallë i cili ecte nëpër tokë. Parasysh Allahu thot në Kur'an, shembulltyra më e mirë për juve është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atë shikoni se ka qenë zbatues i Kur'anit me përpikmëri. Thot Aisha për bashkëshortin e tij pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot sjellja morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani. Pra, është një rrezikshmëri që njeriu ai i cili lexon Kur'anin dhe nuk e zbaton, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, thotë Kur'ani do të dëshmoj për ty në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit, ose do të jetë dëshmitar kundër teje. Pra nëse një besimtar e lexon Kur'anin, e mëson, nxjerr mësime, e zbaton Kur'anin, Kur'ani do të dëshmoj për Allahut për këtë njeri. Dhe për ndryshe do të jetë Kur'ani dëshmitar kundër atij personi. Pse? Sepse ka ditë fjalën e Allahut, e ka lexu, i ka ditë se çka është urdhni i Allahut dhe çka është ndalesa e Allahut, por nuk ju ka përmbajt, andaj Kur'ani dhe kjo dituri e tij
për këto rregulla fetare do të jetë pra kundër atij personin në ditën e gjykimit. Andaj çdo kush prej neve pra duhet që ai i cili e lexon Kur'anin ta mësoj, ta kuptoj, të meditoj dhe të zbatoj fjalën e Allahut dhe t'i thret edhe të tjerët duke u nisur nga vetvetja, nga të afërmet e tij, që të jenë sa më të përkushtuar me urdhërat e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun na udhëzon në rrugën e drejtë ndaj fal mëkatet. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, ka simptome dhe shenja të meditimit të Kur'anit. Pra një person nëse e mediton Kur'anin, çka përfiton? E para, i shtohet frika ndaj Allahut azza wa jall. E dyta, i përmirësohet morali dhe sjellja. E treta, largohet nga mëkatet. E katërta, i forcohet durimi, sabri në fenë e Allahut azza wa jall. Dhe e pesta, i shtohet dashuria për adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. I shtohet dashuria për namaz, për agjerim, për bamirësi, për sadaka, për zekat dhe për shumë punë tjera, për dhikr, për leximin e Kuranit. Gjitha këto i shtohen nëse njeriu mediton në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Si mos të sjell Kurani ndryshim në jetën e besimtarit? Kur Allahu azza wa jalla përmend edhe gjeneratat e para që ndikoi Kur'anin në përmirësimin e tyre, inna alladhina yutla alehim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Atyre kur u lexoheshin ajetet e gjithë mëshirshmit, ajetet e Allahut, binin në sejdë me njëherë duke qarë. Pse? Sepse ka ndikuar Kur'ani në zemrat dhe në menet e tyre duke medituar në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra, padyshim që çdo kush prej neve duhet ta bëjë një rikthim në metodologjinë profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam krahas me Kur'anin. Ajo është e para të lexojmë çdo ditë disa ajete, një pjesë nga Kur'ani, çdo ditë të lexojmë, pra me përkthim në gjuhën tonë, në gjuhën shqipe, të lexojmë disa ajete me përkthim dhe me tefsir, pra me komentimin e Kur'anit. E dyta, të ndalemi tek ajetet, çfarë kërkon Allahu prej meje. Çdo kush të pyet veten, duke lexuar çka kërkon Allahu në këtë ajet prej meje. Dhe e treta, ti edukojmë fëmijët jo vetëm në memorizim, a e ke mësu kulu Allahun, a e ke mësu atë, a e ke mësu këtë, por ti mësojmë ata edhe që të zbatojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, pra dhe çdo ajet të Allahut azza wa jall të lidhim me jetën tonë të përditshme. Çdo ajet që kalon duke lexuar lidhe me jetën tonë në realitet që je duke e përjetuar. Vëllezër të dashur besimtar, pra sot ummeti nuk ka nevojë vetëm për memorizues të Kuranit, vetëm për hafizlar, por ummeti ka nevojë për hafiz që jetojnë me Kuranin, për dietar që praktikojnë Kuranin dhe për besimtar që bëjnë Kur'anin udhërrëfyes në jetën e tyre. Thotë Allahu, fastaqim kama umirt, qëndro i palokundur ashtu qysh je i urdhëruar. Elusim Allahu subhanahu wa taala ta bëj Kur'anin jetë për zemrat tona. Elusim Allahu subhanahu wa taala ta ndriçoj gjoksat tonë me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall ta bëj Kur'anin largim të brengave dhe pikëllimeve tona. Elusim Allahun azza wa jall të na mësoj atë që nuk e dim nga fjala e Allahut. Elusim Allahun na kujtoj atë që i kemi harruar. Elusim Allahun azza wa jall
të na furnizoj me leximin dhe me mirë kuptimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jalla të na mësoj që ta lexojmë Kur'anin dhe ta meditojmë natën dhe ditën dhe t'i pranoj këto vepra prej neve Allahu subhanahu wa taala ashtu qysh Allahu azza wa jalla është i kënaqur me neve. Elusim Allahun azza wa jalla të na udhëzojë neve dhe përmes neve t'i udhëzojë dhe të tjerët në rrugën e drejtë. Elusim Allahun t'i shëroj të samurit tanë, t'i laj borxhet tona, t'i largoj brengat tona. Elusim Allahun azza wa jalla në këtë ditë t'i mëshiroj të vdekurit tanë dhe t'i ndihmoj besimtarve kudo që të jenë për botë. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.